Mirësitë e fjalës Bismillah. Çdo musliman duhet të praktikojë gjuhën e tij për të thënë në fillim të çdo pune të mirë, Bismillahirrahmanirrahim, dhe në fund të saj, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Kështu, ai gjen aromën e besimit në zemrën e tij dhe sheh mirësinë dhe bekimet e çdo pune që bën. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur personi fillon një punë të mirë, duke mos përmendur Bismillahirrahmanirrahim, ose një nga fjalët si Allah, ose ndonjë emër tjetër të Zotit, atëherë puna do të jetë e paplotësuar dhe do të jetë e pabereqet. Siç mund të kuptohet nga ky hadith, të thuash Bismillahirrahmanirrahim në fillim të veprave të mira është sunet. Për këtë arsye, dietarët e fikut kanë thënë: nëse personi që merr abdes harron të thot Bismillah në fillim, por kujtohet dhe e thot në mes të abdesit, ai nuk e ka çuar në vend sunetin, sepse abdesi është një veprim i vetëm. Ndërsa, nëse harron në fillim të ushqimit dhe e thot në mes, e ka kryer sunetin, sepse ngrënia e çdo kafshate është veprim më vete. Në hadith sherif thuhet: kur dikush prej jush do të haj ose do të pi diçka, të thot Bismillahirrahmanirrahim. Nëse harron të thot në fillim, ai mund të thot Bismillahi e velehu ve ahirahu, që do të thot në fillim e më pas, unë filloj me emrin e Allahut Teala. Të thuash Bismillah bëhet shkak për shtimin e begatis, ndërsa të mos e thuash ta ndërpret begatin. Hazreti Aisha ka transmetuar: Resulullahu po hante bashkë ushqim me shokët e tij. Erdhi një person, hëngri 2 kafshata dhe e mbarohi menjëherë ushqimin që mjaftonte për 6 persona. Pejgamberi jon tha: nëse ai do të kishte thënë Bismillah, ky ushqim do të na mjaftonte për të gjithë.